Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit nëntor për shenjën e dashit. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, sepse janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit. Videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Këtë video mund ta ndjekin dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e dashit. Dhe fillojmë në lidhje me këtë javë. Atëherë, ju shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ujit. Ju gjatë kësaj jave do jeni të përqendruar në humbjet që keni pasur. Mund të jetë humbja e një personi, humbja e një dashurie, mund të jetë humbja e një pune, por në rastin tjetër të një partneriteti, të një bashkëpunimi, ose kjo mund të ketë lidhje edhe me dështime të ndryshme që mund të keni pasur në jetën tuaj. Gjithsesi, këtu ka një këshill. Lërini gjërat të rrjedhin, mos u përqendroni në humbjet e së kaluarës, por shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë gjatë javës së parë. Thjesht duhet të dilni nga kjo situatë. Shikoj që keni marrë eksperjenca në lidhje me gjithçka, si në lidhje me dashurinë, me punën, por dhe nga ana ekonomike, për një pjesë tjetër në lidhje me shëndetin tuaj, me dokumenta të ndryshme që mund të keni, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të mendoni gjërat më me logjik, në lidhje me gjithçka. Ndërkohë, ju shoh që do jeni shumë të ftohtë dhe shumë të prerë gjatë në bërjen e gjërave tuaja gjatë fillimit të javës së parë, ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni të bëni me institucione shtetërore. Mund të jetë humbja e një gjyqi, mund të jetë një humbje e një çështje, një situate që keni pasur. Kjo gjë ju ka bërë që ju të merrni eksperiencë nga një situatë e tillë dhe do jeni duke menduar se si të jepni drejtim kësaj situate, duke përdorur më tepër logjikën, por duke pasur dhe një kontakt në lidhje me institucionet shtetërore. Dhe shoh që aty do t'ju vinë mundësi dhe oferta në lidhje me, kjo mund të ketë lidhje dhe me dokumentat, me çështje të ndryshme në përzyra që ju mund të shkoni, por ju shoh që do të rregojeni dhe të mbyllur gjatë javës parë. Mund të jeni të mbyllur në lidhje me dashurinë, me mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Dhe jo vetëm në lidhje me dashurinë, sepse unë shoh që keni oferta dhe mundësi, por thjesht ju tregojeni të mbyllur ndaj mundësive që ju vinë, sepse jeni përqendruar në një lloj trishtimi, në një lloj humbje. Dhe këto oferta janë si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, mund të jenë oferta për partneritete, për bashkëpunime të ndryshme, por që ju nuk i shikoni sepse jeni përqendruar thjesht te humbjet. Duhet të dilni nga kjo situatë në javën e parë. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash dhe do jeni duke menduar gjatë javës parë, ndoshta edhe për të hequr disa kursime, një pjesë prej jush, ndërsa për pjesën tjetër mund të mendoni edhe për të ndihmuar dikët familjes tuaj, mund të keni pagesa kredie, pagesa të ndryshme, faturash, ose ju do ndihmoni një person të dashur, të afërt, por mund të ndihmoni dhe dikë në shoqërinë tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë, ju shoh keni të bëni me energjitë shenjave të demit, energjinë e shenjës së demit, përsëri energjia e shenjës së demit dhe kemi energjitë shenjave të ujit. Ju mund të keni ascendenten tham ose hënën këtu te këto shenja. Gjithsesi, në fillim të javës së dytë, ju shoh që do mbylleni në veten tuaj, ndoshta do futeni brenda vetes, do jeni duke u tërhequr nga jeta sociale, nga rrjetet sociale, dhe do mendoni se si të jepni drejtim
një situate në dashuri, një njohje ose lidhje që mund të keni. Në rastin tjetër, ju do mendoni si të jepni drejtim ose të ndiqni rrugën e duhur në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, për t'i menaxhuar më mirë të ardhurat tuaja. Dhe në mesin e javës së dytë, shoh që do jeni shumë entuziast për të bërë fillime të reja, duke menduar që të jepni drejtim gjërave. Në mesin e javës ju do keni një energji të jashtëzakonshme dhe do dëshironi që të riskoni në lidhje me mendimet dhe idetë që keni krijuar në fillim të javës. Dhe këtu bëhet fjalë në lidhje me një dashuri, sepse shoh që është një person që ka shumë emocione në lidhje me ju dhe ju do dëshironi të riskoni në lidhje me këtë person. Ndjeni shumë entuziast, ndoshta nuk jeni shumë të sigurt nëse do harini ta bëni këtë fillim të ri. Gjithsesi, risku është 50-50 dhe ju do ndjeni shumë entuziast me këtë person për t'i çuar gjërat para ose për t'u futur në një njohje të re. Për pjesën tjetër, për të gjithë ata që janë në marrëdhënie, ju do jeni duke menduar edhe rreth fëmijëve tuaj, ndoshta për t'ju dhënë drejtim, një drejtim më të mirë fëmijëve. Ndoshta fëmijët tuaj dëshirojnë të hedhin hapa drejt gjërave që ata dëshirojnë dhe ju jeni duke menduar ndoshta edhe për t'i mbështetur fëmijët tuaj. Por ndërkohë ju shoh që ju do jeni edhe shumë dashamirës ndaj fëmijëve, por ju shoh dhe me lajme të mira. Këto lajme të mira dhe këto fillime të reja do t'i keni dhe në punë, në bashkëpunime të ndryshme, në partneritete që mund të keni, ose mund të jenë fillime të ndryshme që ju mund të bëni. Mund të jetë mund të filloni palestër, mund të filloni një kurs, një trajnim ose diçka tjetër, mund të filloni një biznes, por që ndjeni entuziast, do keni lajme të mira, por kjo gjë dhe sikur do t'ju çliroj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë, në fillim të javës së tretë, ju shoh që mund të keni kundërshtim mendimesh në lidhje me këtë person ose me këtë person që do futeni në një njohje në një rast ose në rastin tjetër mund të keni kundërshtim mendimesh në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni. Për një pjesë tjetër, mund të ndjeni që ju bëhet një padrejtësi, ndoshta te vendi punës ose edhe nga ana ekonomike. Ju mund të keni kundërshtime mendimesh, idesh në lidhje me kolegët tuaj, por shoh që ju do ngulni këmbë në idetë tuaja dhe do t'i lini personat të largohen dhe ju do vazhdoni përpara me idetë që ju keni. Dhe idetë tuaja janë në lidhje me një ndryshim të madh që kërkoni në jetën tuaj. Ndoshta deri në këto momente mund të keni pas gjëra që janë rrëzuar, mund të keni pas humbje, rrëzime, dështime. Dhe ju dëshironi, sepse kulla e sjell të gjitha, ju dëshironi që të ndërtoni gjëra më të sigurta, një njohje ose lidhje më të sigurt, që t'ju japi siguri, një punë që t'ju japi siguri, na falni, një partneritet, një bashkëpunim që vërtet t'ju japi siguri. Ndërkohë, ju mund të keni dhe ndryshime të mëdha në lukun tuaj, ndryshim shtëpie, ndryshim pune gjatë mesit të javës së tretë. Në rastin tjetër, mund të jenë ndryshime nga një qytet në një qytetin tjetër, nga një shtet në shtetin tjetër, sepse shoh që do keni kundërshtime mendimesh në lidhje me disa ndryshime që ju dëshironi të bëni. Ju shoh që do haseni me shumë pengesa në lidhje me këtë ndryshim, me këtë fillim të ri, por që ju do t'ja dilni me sukses. Dhe kjo është më e rëndësishme se çfarë do lloj gjëje tjetër. Dhe unë e shoh, këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave që ju mund të jeni. E rëndësishme është që ju keni ndryshime të mëdha dhe këto ndryshime të mëdha do t'ju sjellin sigurinë në çdo fushë të jetës tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë shohim në javën e 4. Dhe erdhi një energji vërtet shumë e bukur në javën e 4, sepse unë ju shoh që
Keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të ajrit dhe kemi energjinë të shenjave të ujit. Shoh që ju do arrini një lloj stabiliteti. Këto ndryshime që do bëjnë, do t'ju bëjnë që ju të keni një takim me një person. Ju dëshironi që të futeni në një njohje ose lidhje më të sigurt, dhe shoh që në fillim të javës 4 keni një takim me këtë person. Do ndjeni shumë entuziast, ndoshta dhe do ta festoni këtë takim që do bëni. Dhe aty sikur ju do arrini të stabilizoni situatat në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në një rast tjetër, kjo ka lidhje dhe me festime që mund të keni gjatë fillimit javës 4, mund të jenë festime në shtëpi, në familje. Ju mund të investoni te shtëpia juaj dhe kjo gjë do t'ju entuziazmojë jashtëmase. Mund të zhvendoseni nga një shtëpi në shtëpi tjetër për një pjesë prej jush. Por gjitha këto bëjmë për të stabilizuar gjërat, për të stabilizuar veten tuaj. Ndërsa në rastin tjetër kjo ka lidhje edhe me një stabilitet ekonomike ose një stabilitet në familje, në shtëpinë tuaj, në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Ndërsa në mesin e javës ju shoh që dëshironi përsëri të bëni një fillim të ri, por është një fillim i ri, i menduar mirë. Mund të jetë tham një fillim, më falni për zërin, nuk e di ç'pati. Një fillim të ri në lidhje me një person që ka emocione në lidhje me ju. Dhe do jetë një fillim i ri i menduar mirë. Do keni diskutime me këtë person. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet, mund të keni diskutime rreth shtëpisë, rreth investimeve që doni të bëni në shtëpinë tuaj. Për një pjesë tjetër në lidhje me stabilitetin ekonomik, me fëmijët tuaj. Për një pjesë tjetër në lidhje me anën shëndetësore, por dhe në lidhje me pjesën e dokumentave, për disa të tjerë. Ndërsa disa prej jush mund të kenë diskutime rreth një zhvendosjeje, një ndryshimi pune. Dhe ju dëshironi që të ndiheni shumë të sigurt në lidhje me këtë gjë. Dhe shoh që ju do arrini të stabilizoni të gjitha llojet e situatave që keni. Dhe në fund të muajit shoh një çlirim shpirtëror, lajme të mira, ju do ndjeni më të gëzuar, më të qeshur, ju shoh më mirë nga ana shpirtërore. Dhe është një fund muaj fantastik në lidhje me ju. Gjithsesi, është një muaj shumë i mirë, pavarësisht javës parë që ju do ndiheni pak, do futeni në një lloj trishtimi. Java e dytë sjell mendime, ide që ju do dëshironi t'i çoni para dhe ju shoh që do ndiheni shumë mirë në lidhje me idetë që do keni. Edhe pse në javën e tretë do keni kundërshtime idesh në lidhje me disa ndryshime të mëdha që doni të bëni në jetën tuaj, ju edhe pse do keni pengesa gjatë rrugës, ju do arrini t'ja dilni me sukses dhe do arrini në një lloj stabiliteti, të ndërtoni gjëra më të sigurta. Një çlirim shpirtëror, gëzim, por edhe buzëqeshje tek ju. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Dhe kemi numrin 2. Dhe çfarë ju thot mesazhi nga angjëjt? Dëgjoni brenda vetes tuaj. Kini durim. Mendoni me kujdes çfarë doni para se të merrni vendimet. Dhe është një mesazh fantastik dhe ka lidhje komplet me kullën, me ndryshimet që ju kërkoni në jetën tuaj. Dhe ndryshimet mund t'i merrni sipas situatave. Dhe ju për të bërë këto ndryshime, për të marrë vendime të rëndësishme, për të stabilizuar gjërat që ju dëshironi, thjesht futuni brenda vetes tuaj, kini durim dhe mendoni me kujdes se vërtet çfarë ju dëshironi, para se të merrni vendime në lidhje me ndryshimet që ju dëshironi të bëni në jetën tuaj. Atëherë është një muaj fantastik, ju uroj vërtet një muaj të mbar. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj dhe një herë të ndiqni videot e tjera të këtij kanali, videot e muajit tetor, videot e javës, por dhe videot me tema për dashurinë, hënën e plot dhe gjithçka që postohet në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk e kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një dëgjim të këndshëm dhe një mbasdite sa më të këndshme. Dëgjojmë në videot e radhës.